Prej 5 vitesh qyteti i Kukësit ka probleme me ujin e pishëm teksa ujësjellsi i ri ende nuk është vënë asnjë ditë në punë. Shkaktarët e kësaj situate janë vënë në pranga pas një operacioni të mirë organizuar nga prokuroria dhe policia e Kukësit. Në kuadër të operacionit Gjallica u bë i mundur arrestimi i 3 punonjësve të drejtorisë së përgjithshme të ujësjellsit në Tiranë, një punonjës të një enti privat, si dhe shpallje në kërkim të drejtorit teknik të një kompanie private e kontraktuar për ndërtimin e ujësjellsit. Të arrestuarit janë Guri Alia, i 56 vjeç, me detyrë drejtori i zbatimit të projekteve në drejtorinë e përgjithshme të ujësjelljes kanalizimeve në Tiranë, Zeqiri Saku, 58 vjeç, dhe Murat Beta, të 2 inxhinier, pranë drejtorisë së përgjithshme të ujësjellsit, si dhe Gazment Muça, 38 vjeç, me detyrë përfaqësues ligjor i studios së projektimit Mega Studio dhe supervizori punimeve. Ndërkohë në kërkim është shpallur Ramadan Bunçi, 54 vjeç, drejtues teknik i shoqërisë Gener 2 Albastar, që është edhe në pronësi të biznesmenit Bashkim Ulaj. Këta persona akuzohen se kanë abuzuar me fondet për ndërtimin e ujësjellsit të Kukësit, një investim i nisur në vitin 2009, por ende i pafinalizuar me sukses. Dëmi i shkaktuar shkon në vlerën e 4.3 milion euro, ndërsa vijojnë hetimet lidhur me këtë operacion. Arrestimi i tyre është bërë në kryeqytet, ndërsa për këta shtetas gjykata e rrethit gjyqësor në Kukës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg, pasi dyshohen për konsumim të veprës penale të falsifikimit të dokumenteve zyrtare të kryer në bashkëpunim.